Përshëndetje të dashur miq, përsëri te emisioni jon pas kuintave, gjithmonë me një qëllim të vetëm, shpjegimin e të drejtës së autorit dhe të sillim në vëmendjen tuaj realitetin ku ne jemi, situatat që na kanë ndodhur, por njëkohësisht dhe atë që shumë prej jush e kanë kërkuar, historitë të bukura të krijimit të filmave. Sot kemi Zamir Kokonozën. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Zamiri është një mik i joni, një antar i shoqatës toni shumë i angazhuar në këtë pjesë, drejtor fotografie, por dhe djali i një nga drejtorët më të që i gjendet emri më shpesh në filmat shqiptar, edhe të kinostudios dhe të RTS, mos gaboj. Në fakt, Imad Bujar Kokonozi ka punuar tek redaksia e filmit, po në televizion shqiptar. Ka filluar punë që kur është hapur televizioni shqiptar dhe ka punuar me shumë zhanre të ndryshme si dokumentarien, reportazhet për fëmijë, pastaj filmin artistik tek televizion shqiptar dhe më vonë pastaj ka qenë regjisor dhe drejtor i fotografisë si një numër të madh dokumentarësh deri sa kaloi vetë vitit 2001-2002 te Top Channel si drejtor artistik, këtë vazhdoi ndërkohë edhe punën që kishte nisur te Radio Televizioni Shqiptar. Pra ti vazhdove traditën. Unë vazhdova traditën e vërtet, madje më kujtohet mbarova shkollën e mesme Harry Fools për elektronik dhe duke qenë se isha brezi i parë i shkollës, ndihmova duke xhiruar dhe materiale për fillimin e arkivës shkollës, të bibliotekës, më pati sjelli mat një kamera kur kishte qenë në Shtetet e Bashkuara në 93-shin dhe ishte gjë e rrallë atëherë. Dhe vazhdimisht xhiroja gjëra të vogla, dhe ky ishte si thua angazhimi i parë me kamerën. Dhe dal nga dal duke nisur edhe nga eksperjenca e mëparshme me pjesëmarrje në sheshet e xhirimit, kisha shumë dëshirë domethënë mat më merrte atëherë që në moshën Ashtu si quhej shkollat e puna e babit. Shkollat e puna e babit, po ishte diçka shumë e veçantë sepse shikoi një ekip të tërë, dini në qytete të ndryshme, patjetër që puna merrte pjesën më të madhe të ditës, unë gjeja mënyra aty në shesh xhirimi që kaloja kohën dhe isha shumë i lumtur për këtë. Dhe pasi mbarova elektronikën te Harry Foolsi, e kisha ndarë me mendjen time, çfarë do vazhdoja. Atëherë nuk kishin hapur shkollat e filmit këtu në Shqipëri dhe i them Timati që unë dua të vazhdoj profesionin tënd. Ai nuk fol, në fakt, në përgjithësi nuk flet shumë, po as nuk donte të ma brishte, po e pash që kishte një lloj tërheqje. E po se ta përjetuar në periudhën pas tranzicionit, pas 90-s. E vërtet. Po, megjithatë, vra dakord me dëshirën time dhe qelloi që unë pastaj po atë vit fitova drejtën e studimit në Rumani, në Bukuresht, nëpërmjet një burse dhe bëra 5 vitet e shkollës së lartë për kinematografi në Bukuresht. Mas kthimit, punova 2 vjet këtu, pata rastin punoj me filmin e fundit të regjisorit Dimitër Anagnosti, që Leka djali i Abasit, një eksperiencë shumë e veçantë për mua. Dhe përsëri me Timat, i thash ndjej që duhet ta vazhdoj, nuk jam i plotësuar. Po mirë tha, okay. Dhe fillova të kërkoj pastaj për një master dhe mas një vitit gjatë aplikimi arrita që të marr një bursë nga Fondacioni Fulbright dhe bëra dhe një master 3 vjeçar në Los Angeles përsëri për kinematografi. Pra, një rrugë gjatë
për të bërë në profesionin që ti je dhe një rrugë e gjatë për të thënë që në Shqipëri s'ke drejt në autorit. Se ndonjëherë di si lidhet kjo gjë thotë, ha mos e të gjithë bërë, qa do ky të drejt në autorit. Ndërkohë askush nuk e di se si ti arrin, ose ne pa gjumë, ose sforco në shkollë, se ndonjëherë për shkakun për gjithë ata që kanë jashtë, edhe duhet punosh, se jo gjithmonë do dalë të ardhur, për s'ke kohë as të mësosh, asgjë, por ti duhet ja dalësh gjithmonë. Dhe kur krijon një film, sot del një këshill që thot ti i je askush, pra gjithë shkollën tënde, gjithë punën tënde, djersën tënde, kjo KKDA, vetëm inicialet i kanë mbetë se për mua këshill nuk mund t'i konsideroj, këshilli radh parë merr këshilla dhe i jep këshilla. Por nuk mund vendos të zeroj të drejtën. Në si unë ndjeve kur e dëgjova për të parë që ti më nga suada nuk do t'i jepen të drejta për sa i takon krimeve të tua si drejtor fotografi. Po dhe të kolegëve tu gjithmonë, regjizori, skenaristi nuk duhet të marrin të ardhura nga suada. Fatkeqësisht thotë ne shumë gjëra që lidhen me kinematografin, me prodhimin audiovizual në drejtim të së drejtës së autorit, kanë shumë mangësira. Dhe patjetër ashtu siç edhe the, normalisht që për të krijuar një vepër audiovizuale është një bashkëpunim i një grupi të madh njerëzish profesionistësh, artistësh, dhe ne kemi një traditë shumë të mirë këtu në Shqipëri, kam parasysh kinostudion, por gjithashtu edhe televizionin. Edhe të bashkëpunimit njerëzor. Patjetër. Dhe për të krijuar pra një film, në çfarëdo lloj projekti, kam eksperiencë edhe tek reklama, edhe tek dokumentari, edhe tek filmi, madje dhe pjesa më e madhe e reklamave dhe dokumentarëve, kam pasur edhe regjin dhe fotografin, po çfarëdo lloj pozicioni që ti jesh në një ekip xhirimi, është vetëm orari i punës që ti shpenzon në shesh xhirimi, që është norma është 12 orë. 12. Po. Mos flas pastaj për të gjithë punën përgatitore dhe të post-produksionit që je i përfshirë me një projekt, domethënë është një kohë ku ti edhe orët e gjumit nuk i bën të plota. Dhe normalisht që filmi duke pasur këtë karakter bashkëpunues, patjetër që ka dhe inputin krijues të këtyre bashkëpunëtorëve. Dhe normalisht momentin se në fundit është një profesion shumë i vështirë dhe vetmja kënaqësi është kur filmi i shfaqet një publiku ose një audiencë, dhe kënaqësia shpirtërore që merr normalisht kur ka arritur diçka është e pamatës. Tani dhe këtë, le të themi, satisfaksion që ti ke dhe gjithë këtë mund që ti ke shpenzuar të hidhet poshtë me një vendim të një strukture të caktuar, është, domethënë, këtu përveç vështirësive, jo vetëm këtu te ne, po sidomos këtu te ne për të krijuar një vepër audiovizuale, financiare, logjistike, profesionale. Të marrësh dhe këtë goditje të fundit, për dikë që punon me filmin duhet të ketë një ambicie shumë të fortë dhe një dëshirë shumë të madhe dhe një pasion shumë të madh në mënyrë që të vazhdojë, sepse gjitha këto gjëra i shtojnë vështirësive për të krijuar një vepër të tillë. Ideja është edhe para 90-s, ai kodi civil ishte si ishte, por e quante autorin. Pra e njifte krijimin. Kjo për shkak edhe të nënshkrimit të Konventës Bernës. Por çudia më e madhe është se çfarë ndodh sot. Sot ti përplasesh, krijon, sepse ti do krijosh. Ti të them, ti mund të dish të bësh edhe shumë gjëra tjera, por primaren, pasionin, punën e ke në profesionin të krijuesit dhe në fund ti realizon këtë film dhe ky film mbaron këtu. Sa ta thon, ti në kinema nuk ke të drejtë të marrësh nga të ardhurat. Pra, kjo është një mënyrë të thënë që shikoj mos krijoni më. Nuk e di nëse do duash të shkatrosh një sistem, pra të shkatrosh filmin
ndoshta ke menduar që do ketë diçka tjetër që do zvendësoj këtë zhanër. Pra nuk do ketë më filma, por do ketë një zhanër tjetër. Ndoshta këta kanë menduar që në të ardhmen do krijohet ndonjë zhanër që nuk e di dhe thonë, hajde ta shkatroj filmin dhe dokumentarin, ti shkatrojmë autorët dhe ndoshta krijojnë ndonjë sistem tjetër. Për shembull, një sistem TikToku. Dhe thonë që i bëhemi aktorë. Shiko, tani, pjesa vizuale në të kohë që jetojmë, në çdo gjë jemi të rrethuar vazhdimisht me imazhe. Në mënyra të ndryshme, krijimi, distribuimi dhe me radhë. Pra ka ndërveprim audio-video. Patjetër. Domethënë ne vazhdimisht hasemi me këtë gjë. Pjesa më e madhe çfarë bëjmë, shikon, celularin, kudo që jemi. Marrim vazhdimisht input audiovizual. Dhe unë mendoj që forma si e dokumentarit, si e televizionit, si e filmit, është stadi më i lartë i kësaj forme. Dhe mendoj që këto problemet me autorsinë, me drejtën e autorit, këtu të njerëz se asnjëherë nuk janë diskutuar. Pra edhe shumë njerëz që punojnë në këtë fushë, vetëm kohët e fundit, përfshirja me FAD-n ka bërë të mundur që njerëzit mund të kenë disa ide patjetër, sepse drejta e autorit është e lindur në fundit, por jo të qarta por me mënyra se si detaje. ta materializosh këtë gjë dhe si ta mbrosh këtë gjë është e paqartë. Kështu që mendoj se nuk është dhe në prioritet ndoshta të institucioneve, mbase tani me kërkesat për të futur në BE është kusht i domosdoshëm. Është kusht i domosdoshëm që ti të marrësh aprovimin. Në progres raporti 2024-s, shteti në bënte për drejtën e autorit njësoj sikur të mos ekzistonte. Por gjithsesi unë përsëri nuk do e lija 100% fajin të institucionet shtetërore. Unë do e lija pak edhe në atë pjesën e zhgënjimit që ka masa e madhe e krijuesve për të mos besuar se një ditë mund të rregullohet. Pra kjo është ajo pjesë dhe ndonjëherë të gjithon të marrim çat marrëm. Por kjo ka një kufi, sepse mendoj që nga studenti që fillon në shkollë, punët e para të krijimit të intelektual të tij vinë bankat e shkollës. Dhe ti thosh një studenti për shembull që shikos ti po e bën këtë dhe këtë, nesër do e marr një pedagogu jot, ai nuk do krijohet kur me idenë që të punojnë të ardhmen për veten e vet dhe gjithmonë do i nështrohet një rregulli të caktuar apo një çrregulli të caktuar. Kështu që ti e përmend pak edhe qëllimi jon që u mirëprit edhe nga Akademia e Arteve është sensibilizimi. Pra ku vetë qytetarët jo vetëm të sensibilizohen për të respektuar të drejtat e krijuesve, por edhe vetë krijuesi të di se çfarë të drejtash ka. Domethënë ndonjëherë kur ne e themi, vjen si ajo pyetja jote kur firmos kontratën. Pra kur firmos kontratë, po ka disa të drejta të cilat ti nuk e çdo dorë. Pra është njësoj ligji ka një parim, një kontratë po mos e mbështetur në ligj, Patjetër. është e pavlefshme. Dhe kjo është ajo që ne mundohemi, por pavarësisht ekzistencës së këtij këshilli. Domethënë, të them të drejtën, nuk është se autorëve ju shequr e drejta e autorit. Se një grup i caktuar përfshi edhe sportelin unik të drejtës së autorit, shpesh edhe thonë që ju sheq autorëve drejta e autorit. Jo, sepse ligji nuk është fuqizuar, konventa e Bernës nuk është fuqizuar, direktiva e BE-s për menaxhimin kolektiv nuk është fuqizuar, pra e drejta e autorit ekziston. Si ekziston? Ligji e ka përcaktuar nga neni 20 deri në neni 33 saktësisht se cilat janë të drejtat ekonomike të autorit, krijues audiovizuali apo krijues audio, se shpeshherë ndonjëherë ngatroj. Dhe neni 97 i ligjit përcakton qartë se cilët janë kategoritë e autorit të audiovizualit. Në këtë kontekst, i vetmi institucion që këtu ka humbur kompetencat është sporteli unik i të drejtës së autorit. Pra ata nuk përfaqësojnë më dhe nuk garantojnë më
autorizim për autorët e audiovizualit në vitin 97. Pra televizionet sot dhe hotelet apo kudo ku transmetohet apo përcillet në publik, komunikohet publik me sistema audiovizuali, vepra audiovizuali nuk mund të përmbushin këtë detyrim vetëm duke paguar suadën. Pra, ky është ajo që ka bërë Këshilli Kombëtar i Drejtës së Autorit dhe ky është zbatimi i gabuar që i bën Sporteli Unik i Drejtës së Autorit. Prandaj thash, nuk ka më lidhje me institucionet shtetërore. Këtu ka një keq përdorim, një keq abuziv se nuk duhet të përdor një dashakeqësi. Them ndonjëherë më shumë nuk e din se çfarë bëjnë. Dhe unë mendoj që kjo është arsyeja. Dhe është një do me thënë, edhe kjo është një periudhë tranzicioni dhe ne duhet përfitojmë nga rasti për të plotësuar këto kërkesa sepse këtu nuk kanë qenë asnjëherë të plotësuara. E vërtet dhe ne kemi nisur edhe disa shkresa informative për televizionat, kemi nisur disa shkresa informative edhe për autoritetin e mediave audiovizive, ku ju bëjmë një thirrje subjekteve të cilët përfshihen në kategorinë e audiovizualit, që nga suada të fillojnë dhe të kërkojnë informacion se për çfarë paguajnë. Pse? Sepse në rastin kur suada nuk ja u jep shprehimisht të drejtat që i takojnë audiovizualit sipas nënimit të 7, ata do të jenë ose mund të jenë pjesë e pative gjyqësore nga autorët. Pra, detyrimi i tyre sipas licencës që ata kanë të mos jetë i mbuluar. Pra çfarë duhet të nënkuptojmë? Është e thjeshtë. Te autoriteti i mediave audiovizive ti merr një licencë e cila thot licencë për transmetim, ritransmetim, prodhim audiovizuali. Pra, a mund të ti të paguash për audio? Kur është e pamundur sepse ti ke licencë prodhim audiovizuali. Pra ti nuk mund të shkosh te një sportet të paguash audion. Pra, ne po mundojmë të zgjidhim një avulli që ky këshill, unë prandaj nuk e kuptoj dot logjikën e tyre të mos revokimit të kësaj që kanë bërë, kur çdo televizion e ka çuar në gjykat vendimin e këtij. Ne e kemi çuar në gjykat. Dhe kë ka sjellë një mos funksionim të gjithë sistemit të krijuar në Shqipëri që prej 92-shit. Pra që për 92-shit nuk ka qenë në pyetje ose s'ka qenë në diskutim ndonjëherë i takon autorit nga televizionet apo jo. Sot, në 2025, kur Shqipëria merr premtime për antarësim në BE, del një këshill i cili vetëm nga karakteri kushtetues rrezikon interesi publik, e cili ku ka interes publik më të lartë se antarësimi i Shqipërisë në BE dhe autorësia mbi vepër. Pra pronën mendore, jo pronën private fizike, të lujshme, pa lujshme, për pronën mendore. Pra ti ke godit dy element që BE-ja të ka thënë që të hysh dhe të mbrosh. Pronën intelektuale dhe kushtetutën. Pra në rastin konkret interesin publik ta e kanë bërë cop. Prandaj nuk e kupton asnjëri që pse këta nuk ulen dhe ta revokojnë të vendim. Kur është i pas batush. Është e vërtet, po mendoj se është një gjë që do zgjidhet shpejt sepse nuk ka kuptim, cënon gjithë to që ju thatë më përpara dhe besoj që Ministria do marrë hapat sepse nuk mund vazhdohet më në këtë mënyrë, sidomos në këtë fazë që jemi tani. Shpresojmë. Por gjithsesi unë dua që një zëri t'i thrasim publikut, respektoni të drejtat e autorit. Tani kam një pyetje për ty personalisht. Ti ke filluar si çdo i ri besoj se ke pasur stresin e parë, anfin e parë se do marrësh përsipër krijimin e një filmi. Gjithmonë, kur më përsipër krijimin e një pune është tamam si hera e parë. Unë dhe publiku duam atë ku je trem shumë, atje ku të kanë ndodhur vështirësia më shumë, dhe pasaj kësaj t'i japim atje ku ti je kënaq më shumë, ku ti ke pas humorin më të bukur. Unë thash, fillimisht kam punuar kam pasur rastin të punoj me filmin e Dimitra Ragnosti, Gjeleka Djali Abazit,
Më përpara kam punuar edhe me 2 filmat e parë të Gjergj Zhuvanit, që ishin bashkëproduksione, Parullat dhe I dashur armik. Dhe kam qenë pjesë e ekipit në këto raste francez. Dhe me shkollën ne kemi pas projekte, unë kam pas fatin që të punoj me film të 2 shkollat, pra me pelikull, dhe cila kërkon një disiplinë Më të veçantë. ndryshe, le të themi, nga teknologjia digjitale. Dhe kur punova pastaj tek filmi të Gjerleka Djali I Abazit, nuk e njeh zotin Anagnosti, por duke marrë përsipër pjesën e ekspozimit të filmit, që është diçka shumë delikate, drejtori fotografisë ishte Spartak Vadimitri, që e njoh, kam koleg, kam mjaft respekt për të. Më bëri përshtypjen se unë sapo kisha mbaruar shkollën dhe në raport me zotin Anagnosti, besimi që ai më dha për ta bërë këtë punë, pa shfaqur asnjë dyshim për këtë gjë gjatë gjithë këtij rrugtimi. Aty madje atë rastin shikoj edhe storyboardet që kishte bërë, që më lanë shumë përshtypje, zoti Anagnosti për gjithë filmin, dhe këmbgulja që ai kishte për të arritur diçka që I bënte qëllim vetes në shërxhirimin. Mbaj mend një moment shumë të këndshëm që mbasi kishim xhiruar një pjesë të filmit dhe filmi merri dhe zhvilloi në Bullgari, në laborator, dhe kur erdhi producenti dhe na thash në shërxhirimi që materialet janë shumë mirë, ekspozimi është shumë mirë. E mbaj mend si sot atë moment, përgjegjësi shumë e madhe. Dhe pra këta janë ato momentet që ti pret të marrësh, si thua, mbasi bën gjithë të punë që duhet ta bësh në mënyrë perfekte, domethënë sa do perfekt që mundohesh. Këto janë ato gjërat që ti pret në fund që të marrësh një rezultat ose diçka të këndshme. Dhe puna me njerëz profesionist, edhe kjo është diçka që ai brez duke filluar me kinostudën dhe duke punuar në stadin më të lartë të asaj industrie që kishim ne të filmit, punosh me njerëz tillë profesionist është luks në ditët e sotme. Sidomos të nxjerrësh që unë sa herë shoh atë filmin Gjerleka Djali I Abazit, nuk di si mundet të t'ia vë epitetin. Me duhet të pyes ty, është tragjikomedi, është komedi, është sepse në një moment të jep kështu dhimbje, në një moment të fut disa element komedie që ty të qetësojnë atë dhimbje kur shikon një realitet për vitet, në fjalë për vitet 1920, kohën së mbretërisë. Dhe të shuan emocionin e dhimbjes, ta kthen komedinë. Është vërtet një film, domethënë që Anagnosti ka këtë edhe tek prallën e kaluara. Sa detaje që ti përmende. Dhe patjetër ai ishte shumë, duke qenë se ishte rritur në ato zonë ku xhiroi filmi. Edhe madje edhe mbaj mend një moment tjetër që ishte skenografi dhe po I vinte shalëm një mushke, dhe mënyrën se si rrinte litari zoti Anagnosti vajti vetë, rregulloi me gjithë detajet, me gjithë shka, pra e njifte shumë mirë dhe për të kujtuar, domethënë sepse edhe vetë jeta është e tillë në fundit. Kështu që patjetër janë këto pjesët më, le të themi, më pikante që nuk diskutohet, janë pjesë e filmit, por që ky është dhe realiteti, kështu që kjo e bën një film sa human, sa njerëzor, të gjitha miksimi të gjithë këtyre ndjesive. Është xhiruar në Dërmi? Në Vuno. Në Vuno. Edhe pak në Dërmi, po në Vuno. Domethënë kjo është një arsye tjetër për të vizituar Vunoja, për të parë edhe kur është xhiruar filmi. Merrni filmin, shikojeni bashkë,
dhe shikon një pjesë ku ka qenë Abazi, ku ka qenë Gjoleka, dhe shpinë e Kumbarit mundet se ta gjeni atje. Zamir, do doja një fjalë fundit nga ju, kjo edhe drejtuar publikut, edhe drejtuar mediave, do është ta na dëgjon dhe këshilli kombëtar. Unë e di që ata momenti që dalim ne, ata e heqin, mundohen të fshihen, por them edhe një fjalë të tuar atyre në kuptim dhe respekt të drejtave të autorit dhe të gjithë krijues. Sepse unë kam shumë besim të ndërgjegjja publike. Është e vërtetë, unë jam dakord me në këtë pikë dhe në fundit është një shpërblim minimal që mund të jetë dikujt që është rritur dhe është marrë gjithë jetën me po profesion. Mbase për momentin këtu tek ne jeta politiku është e tillë që pjesa e artit është lënë pak sa pas gore, por në çdo vend tjetër këto janë vlerat e një kombi dhe janë mënyra për ta njohur mentalitetin e një kombi, historinë e një kombi që ne kemi shumë të domosdoshme, që dhe këto janë detyrime, që ky profesion dhe ky art të ketë një të ardhmë. Mos i bëj njerëzit të gjejnë punë të dyta, ati që është regjisor dhe ati që... Shumë e vështirë tu të jetosh vetëm me duke prodhuar puna audiovizuale. Dhe mos ja marrësh në fund vlerat asaj që ke bërë. Është e pamundur të jetosh. Vërtet. Dhe mirë, të falenderoj shumë që je mbështetje jona atë parë e agjencisë PAD dhe e dyta që je gjithmonë në ngritje të zërit dhe më bënin tretave katorë për përkovën të dhënda në këtë intervistë në paskuin. Faleminderit edhe juve, kënaqësi dhe punë të mbarë. Faleminderit. Ishim me Zamir Bukornozi, drejtor fotografie, antar agjencisë PAD. Faleminderit për shikueshmërinë.